Të nderuar miq, kontabiliteti sintetik nuk ka kuptim nëse bashkangjitur ti nuk analizojmë edhe mbajmë kontabilitetin analitik. Një ndër këto kontabilitete është edhe kontabiliteti i vlerave monetare, pra i arkës, i bankave, të gjitha monedhave që hyjnë dhe dalin nga arkat tona, pra edhe në banka. Dhe e rëndësishme është analizimi i tyre në mënyrë të detajuar dhe për këtë klikojmë vazhdo, dalim tek faqja e linjeve dhe siç e dini, pra në ditarin arkës ne kemi disa lloje valutash që mund të përdorim, por kështu edhe tek pra arka arktime pagesa edhe tek banka arktime pagesa kemi disa lloje monedhash që përdorim. Atëherë, për të marrë një analizë të hollësishme se si kanë lëvizur këto vlera monetare nga arka, nga banka, nga cilat banka, si dhe vlerat pra të konvertuara, ne i marrim në këtë tabelë analitike e cila në mënyrë perfekte, siç shikoni janë dy tabela të vogla, që pas regjistrimeve her pas here mjafton të jepni një refresh dhe asgjë më tepër dhe tabela ju tregon të gjitha të dhënat të detajuara sipas bankave, sipas monedhave, të barabarta sigurisht me llogarinë sintetike që paraqitet në bilancë dhe vetëm me lekun shqiptar. Faleminderit për vëmendjen.